kundër bruçelozës 2012-2013. Juve jeni më së informuar, besoj jeni trajnuar për këtë punave. Patjetër, ne jemi veterinerë dhe merremi direkt me këtë proces. Të gjitha kafshëve një pikë në sy për të mbrojtur nga bruçeloza. Si quhet ilaçi? Rev. Rev? Po. Ka efekte, domethënë që parandalon. Është si vaksin. Vaksin, po, vaksinim. Fushatë e vaksinimit. Po. Keni marrë pjesë në shumë seminare, shumë gjëra? Po jemi trajnuar, jam me certifikuar si epidemiolog. Kam punuar edhe tek ky projekti për gripin e shpendëve. Po, juve e njihni si tush problematikën, por sa mundoheni juve dhe sa e keni përcjell gjithë këtë dijenin tuaj edhe tek fermerët, tek blegtorët, se ata duhen të keni informacion të vazhdueshëm për këtë gjë. Po fermerët këtu pak a shumë kanë eksperiencë, se janë blegtorë që vanë 10-15 vjet me tufat të tyre dhe merren vazhdimisht çdo vit me këto procedurat të profilaksisë. Ne do të bëjmë vaksinën e brucelozës REV1. Me këtë vaksinë bëhen të gjitha të imtat në moshën mbi 3 muajshe. Nuk bëhen vetëm në rastet kur janë në mbarsmëri. Kafshët barse, nuk bëhen kafshët që janë të destinuara për therje për një kohë të shkurtër. Sa është numri i kafshëve në Gjirokastër që është planifikuar për të vaksinuar? Këtë vit do të bëhen rreth 170.000 krerë të imta me vaksinën e brucelozës. Ju urojmë punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit, punë të mbarë dhe juve. Kalofshim mirë, mirupafshim. Të nderuar miq, është kënaqësi të kem këtu zotin Robert Konor, i cili është udhëheqës i skuadrës së projektit të Pazës, pra, që merret me bruçelozën. Është vërtet kënaqësi. Atëherë ju lutem, a mund të tregoni si thuash qëllimin e këtij projekti këtu në Shqipëri? Could you tell us the aim of the project implementing in Albania? Well, the project aims really to help to strengthen Albania's veterinary service. Projekti synon që të forcojë shërbimin veterinar shqiptar and give it the capacity to be able to handle and manage the big important diseases control. Të rritë kapacitetet në mënyrë që të kontrollojë të gjitha sëmundjet zoonotike që transmetohen nga kafshët tek njeriu. Ju përse keni zgjedhur sot pikërisht Gjirokastër, këtu jugun e vendit? Why do you today have selected the Gjirokastër town to make this publicity for brucellosis? Gjirokastër region is a very important region for livestock production. Gjirokastër është një rajon shumë i rëndësishëm për prodhimin blegtoral. And there's a large population of sheep and goats. Dhe ndodhe një numër i madh krerësh dhe dhish. In Albania, the big problem is brucellosis in small ruminants. Në Shqipëri, problemi më i madh është bruceloza në të imtat. And these animals are very important sources of income for many families. Këto kafshë janë një burim shumë i rëndësishëm të ardhurash për familjet e këtij rajoni. So the PAZA project is supporting the veterinary services. Kështu që projekti PAZA po mbështet shërbimin veterinar to control brucellosis throughout the country. Të kontrollojë brucelozën në të gjithë vendit. And this is one of a series of events. Dhe ky është një nga ngjarjet më serioze të kohëve të fundit. That we're mounting to try to raise people's awareness of the importance of the vaccination campaign. Dhe po përpiqemi që të rritim ndërgjegjësimin tek njerëzit për rëndësinë që ka vaksinimi kundër brucelozës. Numri i rasteve të deklaruara me brucelozë, a ndodh të jetë më i madh se sa realiteti? Si veprohet në tjetër rast? It's very probable because it depends upon how thorough the level of detection is. Kjo është domethënë relative dhe varet se sa domethënë çfarë cilësi ka kontrolli për këtë sëmundje, pra
gjurmëimi i kësaj sëmundje. And of course, not everybody who's feeling ill goes to a doctor. Dhe jo çdo njeri i cili ndihet i sëmurë shkon në doktori. Joining the European Union requires the ministry and the veterinary services Bashkimi me Bashkimin Evropian kërkon Ministrinë dhe Shërbimin Veterinar to apply a series of systematic control methods. Që të aplikojë metoda sistematike dhe serioze në këtë drejtim. And the development of those systems is quite a long process. Dhe zhvillimi I këtyre sistemeve është një proces shumë I gjatë. And it begins with being able to encourage people to report disease first. Si fillim ne duhet të inkurajojmë njerëzit që të raportojnë në sëmundjet së pari. And then when disease is reported, it depends upon a diagnostic capability. Dhe kur sëmundjet raportohen, pastaj do shikojmë me mundësitë për të diagnostikuar ato. And this then gives you a picture of the problem. Dhe kjo na jep ne pastaj një pamje të problemit. And it's only then that you can plan to intervene to control the problem. Dhe pastaj ne duhet të planifikojmë mënyrat se si duhet bëjmë kontrollin e problemit. So our project is one project of a series. Projekti jonë është një nga projektet e një numri të madh projektesh të tjera, which aims to give Albania the capacity to approach the control of disease in a methodical way. I cili mundohet që të ka për qëllim të mbështetë Shqipërinë që të përdorë këto metoda sistematike në zgjidhjen e problemeve. And so in answer to your question about the capability of the services in Albania, dhe në përgjigje të pyetjes tuaj në lidhje me aftësinë e shërbimit veterinar në Shqipëri, we're in the process of building it up to an acceptable level. Dhe ne jemi në proces për të ngritur këtë shërbim në mënyrë të pranueshme. Ishte kënaqësi që biseduam në emisionin Hapësirë Vlerë, që është I vetmi emision kushtuar bujqësisë dhe blegtorisë në Shqipëri. It's a pleasure that we talk in a green space which is the only program for agriculture development in Albania. Well, I hope it stays the only program, but I wish you a lot of airtime. Ne urojmë që të kemi më shumë kohë për të bashkëpunuar me ju dhe për të treguar gjithçka më shumë. Have a common purpose. Thank you very much. Thank you. Të nderuar shikues, ishte kënaqësi pra kishim zotin Konor, I cili është drejtuesi I skuadrës pra të bruçelozës, I cili po operon këtu në Shqipëri, ishte vërtet kënaqësi. Vazhdojmë emisionin me episode të tjera këtu në këtë terren në Gjirokastër. Na ndiqni. Juve jeni një tjetër blegtor këtu në zonë. Në cilin fshat? Unë jam në zona e Përmetit, në rreth I Përmetit, në zonën e Gëllësyrës, në fshati Bedryqas. Sa vlen për juve kjo veprimtari, ky aktivitet fushor, ky demonstrim kundër bruçelozës? Kjo është një veprimtari shumë e lartë dhe ata bravo që kanë marrë këtë iniciativë që po e bëjnë këtë, ta kishin bërë shumë më përpara. Shumë vite më përpara duhet të ishte bërë. Gjithsesi unë jam një person që kam kaluar bruçelozën vetë në trupin tim. Dhe ka qenë smundje shumë e rrezikshme dhe shumë me probleme shumë të mëdha. Dhe sot jam kuruar, ndjen në një gjendje shumë të mirë. Por është një smundje shumë e rrezikshme. Cilat kanë qenë simptomat? Çfarë problemesh ke pat? E para ka qenë temperatura dies tepërta, jo të tepër, dies pa vlera pa, domethënë me minus, sidomos natën. Edhe këputje të kyçave, probleme të tjera, ka shumë lloj mënyra që ajo të kap. Ka shumë lloj mënyra që të kap, ka edhe nga mushkërit, edhe nga këmbët, edhe nga duart, dhe ka shumë probleme. Jeni mirë tani, jeni shëruar plotësisht? Shumë I shëruar. E ke rrit tufën? Po si kam rreth 150 kg. E ke të shëndetshme? Po të shëndetshme, të rregull pas. Punë të mbar, sukses. Faleminderit, paqem dhe ju mbari. Kjo është një makinë e ardhur në kuadër të veprimtarive të projektit, të cilën është tash në varësi të institutit. Është makinë frigoriferike, cilën ne kemi përdorur për shpërndarjen e vaksinave. Kemi shpërndarë deri më sot mbi 2 milion dozë vaksina në gjithë vendin, në çdo rreth kemi shkuar. Pikërisht sot në kombinim edhe me veprimtarinë, neve bëm planifikimin për sjelljen e dozëve të radhës të vaksinës. Pra, është shumë e rëndësishme, domthonë ruajtja e zinxhirit ftohës. Neve në bashkëpunim me projektin, domthonë është sjell kjo makinë të cilën ne do ta përdorim edhe në vitet në vijim. Është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ruajtja e zinxhirit ftohës, sepse neve shpërndajmë vaksinë e çojmë nga qendra
nga Tirana, nga instituti, ku është një dhomë frigoriferike, në çdo rreth ku ka përsëri frigorifer, vaksinën në kushtet e përshtatshme të transportit, në kushtet ideale të transportit. Gjithashtu, një pjesë tjetër e rëndësishme, sepse kjo është treguese dhe i një ndryshimi cilësor që ne po tentojmë të bëjmë. Është që përsëri në kuadër të projektit kanë ardhur kutit ftohëse, të cilat ju ashpërndarë veterinerëve që do të kryejnë vaksinimin. Dhe në këto kuti ftohëse, domethënë, ata do të marrin dosë vaksinave dhe kudo që do shkojnë në çdo fermë, kërkesat kanë qenë të tilla që kutit ftohëse ta ruajnë për 12 orë temperaturën, edhe sikur kushtet e mjedisit jashtë janë 40 gradë Celsius. Domethënë janë vërtet shumë cilësore dhe neve pretendojmë që të bëjmë një hop cilësor në përmirësimin edhe të zbatimit vaksinimit. Kuptohet, këtë makinë nuk e kemi përdorur vetëm për shpërndarjen e vaksinës së brucelozës, ne kemi shpërndarë dhe vaksinën e plasjes me këtë makinë, meqenëse makina shkonte, dhe do ta përdorim për shpërndarjen e të gjithë vaksinave të tjera të detyrueshme në programet shtetërore të profilaksisë veterinare. Kam me kënaqësinë të jem me dy barinj të respektuar, nderuar, cilët unë edhe kam intervistuar gjatë kohës që kam ardhur në Gjirokastër, ndoshta jo këta, por miq të tyre, pasi janë blegtorë të mrekullueshëm, është Aslan Gërbi, i cili është një blegtor nga fshati Valare, që keni një tufë me 700 krerë. 700 krerë, ndërsa zotëria tjetër është Rushit Bizhga, gjithashtu një fermer që merrni jo vetëm me bujësi, po edhe blegtorinë e keni në gjak. Po, dhe blegtorinë e kemi në gjak, kemi një 50 krerë. Bakti edhe punojmë me to edhe me bujqësinë, me tokën. Unë vajta 20 vjetë që mirë jam fermer në sektorin në Valare edhe mirë me blegtorinë. Unë të gjitha vaksinat që kanë dalë që na fillimi deri tani, unë çdo vit i bëj si mastinëve, edhe tani për brucelozën. Unë informua në për ato seminaret që ashtu, edhe praktikisht sot këtu, do dëgjojmë edhe sot këtu, se si do veprohet tek ne, po nëse kemi të panjohur këtë punë, se ne bëjmë çdo vit. Kemi bërë remontet me gjirpër, tani do vazhdoj, do bëjmë të gjitha krerët, me sa u informova unë, bëjmë plasje, kemi bërë plasje, kemi bërë të gjitha vaksinat që ekzistojnë, edhe unë kopet tufën e kam të pastërt. S'kam patur probleme. Pra, Rushit, kjo do të thotë që njerëzit, blegtorët, janë meset informuar rreth këtij fenomeni. Jemi të informuar për këtë, dhe jemi të informuar për këtë kurim që do të bëjmë atyre, dhe të shikojmë tani që rezultat do japën ato. I ketë që ndosha delet? Po, i kemi. Shumë të mira i kemi me trajtim. Mirë i kemi. Ishte kënaqësi që biseduam. Ishte shumë kënaqësi. Punë të marr. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit. Sukses. Edhe sukses në punë. Janë momentet e fundit të emisionit Hapësirë Blert këtu në Gjirokastër në Valare, të nderuar miq, që keni ndjekur një aktivitet të mjaft interesant. Jam përsëri me Altinin këtu, me drejtorin e shërbimit veterinar në Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Altin, mendoni se ky aktivitet e përmbushi tashmë qëllimin e vet? Kemi disa blegtorë shqiptar janë më shumë të informuar, kemi një punë të kryer, një realitet si thua, të asaj që ju keni bërë vazhdimisht në studio, në punë, kudo. Pa diskutim, kjo është si të ky ishte takimi i fundit i planifikuar, ne kemi bërë takime edhe në 4 qarqe të tjera, të cilat kanë numër të madh të blegtoristë së imët që do përfitojnë drejt për drejti nga zbatimi i fushatës vaksinimit. Kuptohet, kjo është një pjesë e rëndësishme, por pjesë tjetër e rëndësishme është gjithë materialet informative që janë përgatitur në bashkëpunim me projektin PAZA, flet palosje, postera, të cilat janë duke u vendosur në të gjitha komunat pranë çdo qendre të banuar, që do të përfitojë drejt për drejti nga kjo skemë vaksinimi. Jo vetëm thjesht vaksinim, por dhe informim i fermerëve mbi sëmundjen, njohuri mbi sëmundjen, për të komunikuar më nga afër, për të forcuar lidhjet me shërbimin veterinar. Atëherë ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi që ne qëndruam sot pranë aktivitetit tuaj dhe përcollëm për teleshikuesit diçka tepër të bukur dhe të vlefshme mendoj. Do kemi rast Altin të bisedojmë sërish për problemet e blegtorisë shqiptare kudo në Shqipëri në emisione të tjera. Kënaqësi dhe ju uroj punë të mbarë dhe sukses. Pa diskutim, faleminderit.
Ndëruar miq, që kemi përfunduar këtu emision Hapësira e Blerë për ditën e sotme, ka qenë një aktivitet mjaft interesant ku siç e keni parë kanë qenë të pranishëm me autoritetet të linjës, po themi, të gjithë ata që merren pra me këtë punë, me luftën kundër bruçelozës. Ishte një aktivitet tepër interesant, ka qenë i pranishëm siç e keni parë edhe ministri i bujqësisë Zoti Ruli, i cili ka dhënë mesazhe interesante pra në këtë aktivitet, por përmes aktivitetit edhe në emisionin tonë. Të nderuar miq, unë isha sot në Gjirokastër me operatorin e Sa Çustari. Ju lëm takim javën tjetër, dhe atëherë mirupafshim së bashku.